Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, i kthehemi sërish me rubrikën për të folur për më shumë për njeriu, për trupin ton, për energjitë tona. Kësaj herë do të fokusohemi tek intuita dhe a kemi ne të gjithë një shqis të gjashtë sa i takon këtij drejtimi. Me ne është bashkuar trajnere shpirtërore Sonila Vogli. Zonja Vogli, faleminderit shumë që jeni me ne për të disatën herë për të sqaruar publikun mbi çështje që ata kanë shumë interes. Faleminderit juve. Çfarë është intuita? Si do ta përkufizonit ju? Intuita është ajo që quhet edhe syri i tretë. Është pjesë e çakrës së gjashtë, qendrës energjetike të gjashtë që ndodhet këtu në mes të syve, në mes të vetullave, dhe është ai sy që ne na ndihmon që të shohim përtej atyre që mund të shohin, asaj bote që mund të shohin syt tan fizik. Kështu që intuita është një mundësi për të parë diçka më shumë se që shohin 5 shqisa tona që na bëjnë që të jetojmë për ditë. A lindim gjithë me këtë shqisë të gjashtë, me këtë intuit, apo mund ta trajnojmë, ta amplifikojmë me kalimin e viteve dhe të kohës? Lindim të gjithë me të gjitha çakrat të hapura në një farë mase, lindim të gjithë me syrin e tretë të hapur deri në një farë mase. Në vitet e para të jetës ku egoja dhe trupi mendor nuk është akoma krijuar, deri në moshën 5-6 vjeçare syri i tretë është shumë i hapur. Domethënë jemi në gjendje të shohim, fëmijët janë në gjendje të shohim shumë përtej botës fizike, gjë që ata i ndihmon edhe që të rriten në këtë botë edhe që të bëjnë një jetë më të mbrojtur, sepse janë në gjendje të shohin më shumë gjëra. Pas krijimit të trupit mendor dhe krijimit të egos, e humbasim pak lidhjen me botët e tjera apo me syrin e tretë. Syri i tretë mbyllet pak. Mund të rikthehet duke punuar, duke medituar, duke punuar me veten, që ta forcojmë këtë intuit për ta përdorur këtë shqisën tonë të gjashtë. E kemi të gjithë, por varet se sa dim ta përdorim. Si mund ta dallojmë intuitën nga frika, ankthi, shqetësimi, pasiguria? Kur një mesazh vjen nga intuita e pastër, kur është syri i tretë që është duke të folur apo duke të dhënë një mesazh, nuk ka nxitim, nuk ka vrap. Kur është frika që është duke të dhënë një mesazh, domethënë ty është duke të dhënë një informacion apo një informacion në tru, një komand, frika apo ankthi, gjëra duhet i bësh me vrap. Domethënë unë duhet të dal nga kjo situatë, është frikë. Unë duhet të shoh se si të dal nga kjo situatë, është qetësi për të gjetur rrugë zgjidhjen. Kjo i dallon. Atë qetësinë ta jep vetëm intuita e pastër. Mënyra se si ne rritemi, a ka të bëj në forcimin e intuitës tonë, apo njeriu më pas me kalimin e viteve ka vetë në dorë se si mund t'i shohë rrethanat, se si mund ta orientoj veten e tij drejt një gjëje që për të është e mirë ose e keqe? Ka një rol shumë të rëndësishëm prindrit. Sa më shumë e mbron një fëmijë që nuk e lë që të bëj rrugtimin e tij, të marrë eksperiencat e veta, aq më shumë ti ja mbyll këtë intuit. Sepse je ti ai që je duke i zgjidhur problemet fëmijës. Mënyra se si rritemi, sa më të lirë rritemi, në kuptimin që jemi edhe të bjem edhe të ngrihemi, në kuptimin që ti kuptojmë vetë se si funksionon kjo botë, jo pa ndihmën e prindërve, sepse ne e kemi nevojë për ndihmën e prindërve, njeriu është një nga kafshët e kësaj bote që e ka kohën më të gjatë për të qenë që ka nevojë për ndihmën e të tjerëve për të rritur, por sa më shumë fëmia është në gjendje të eksploroj, aq më shumë është në gjendje që të mos e humbi kontaktin me syrin e tretë, me intuitën. Siç tham, deri në moshën 5-6 vjeçare, kur nuk është krijuar tamam egoja, ajo intuitë është e pastër, është e hapur, është 100% e pastër. Është edhe fëmia e përdor 100% pothuajse. Me formimin e egos dhe me krijimin edhe të frikrave apo edhe të
detyrimeve që ne kemi, apo kur nëna i thot mos këtë, mos atë, kujdes aty, kujdes atje, krijohet ky bllokimi i çakrës së 6 dhe largohemi, le të themi, nga intuita. Fëmia fillon e largohet. Po që se lihet i lirë që ta kuptoj vetë, që të përdori prap intuitën e vetë, të përdori çakrën e 6, e ka edhe kur rritet. Pastaj vazhdon ta ketë, apo di ta përdori edhe kur rritet. Është normale që më vonë jemi në gjendje që ta rikthejmë këtë. Në një farë mënyre ai bllokim është sikur ngurtësohet, edhe ngel goxha i ngurt, po jemi në gjendje që këtë ngurtësim ta heqim edhe ta hapim prap çakrën e 6. A ka një shpjegim shkencor për intuitën, apo është ende pa shpjegueshme shkencërisht? Nga ana psikologjike edhe nga ana neurologjike ekzistojnë pjesë të trurit të njeriut, siç janë hipofizi, edhe një gjendër që është mbi trurin e vogël, që ngurtësohet ose është e gjallë, le të themi, në përdorim, dhe është vënë në re që kush e ka intuitën, sidomos personat që merren shumë me meditim, janë bërë shumë eksperimente, sidomos me shuamit indian apo me shamanët e Amerikës së Jugut, që shohin që këtë gjendrën pineale, që është mbi trurin e vogël, e kanë aktive, do të thonë është shumë aktive. Ata janë në gjendje që ta përdorin më shumë intuitën, ta përdorin më shumë këtë syrin e tretë. Jemi të gjithë në gjendje që ta rizgjojmë këtë gjendër, duhet meditim, duhet kohë, duhet dëshirë për ta bërë. Intuita ku ndryshon nga fati? Pra, themi që ka intuitën e fortë ose kishte fat? Intuita është ta kalosh fatin, ta te kalosh fatin, sepse ti mund të kesh një fat të keq. Fati është karma, fati është ajo që ti ke të përcaktuar nga se çfarë të ka ndodhur përpara teje. Edhe ti je i detyruar, mund të kesh fat të mirë apo të keq, karma të mirë apo të keqe, po që ti do përballesh me të në çfarë do lloj mënyre. Do gjendesh në këtë jetë, në situata të ndryshme, derisa të kuptosh një gabim, për shembull për fatin e keq, derisa ta kuptosh edhe ta te i kalosh atë. Në momentin që ti ke intuitën të zgjuar, që ti ke syrin e tretë të hapur, ti je në gjendje të kuptosh se ku është bërë ai gabim, se ku është krijuar ajo karmë e keq, edhe ta te i kalosh pa e vuajtur në trupin tënd. Nuk është e vërtet, është e vërtet që ne mësojmë nga vuajtja deri në një farë niveli të rritjes shpirtërore. Kuptohet që personi ka te i kaluar këtë nivel të rritjes shpirtërore kur mëson përpara se ta vuajë një situatë. Kur është në gjendje të përdori intuitën përpara se ta vuajë fatin e vet. Për fatin e mirë pastaj le të vijë, sepse e presin gjithë, kështu që. Se disa njerëz duket që kanë intuitë më të fortë se disa të tjerë. Shumë janë edhe të lindur me një çakër të 6 më të hapur. Ata kanë zakonisht në aurën atyre një ngjyrë blu elektrike, kështu që edhe që tregon që çakra e 6 është shumë vibrante, është më e hapur se të tjerët. Edhe kanë këtë intuit të pastër. Zakonisht janë edhe artistët, për shembull, apo kush merret kush është në gjendje që të shohi përtej botës fizike, që mund të jetë edhe një shkencëtar. Për shembull, thuhet që Einsteini e kishte çakrën e 6 shumë të hapur, sepse ishte në gjendje të shihte, të gjente informacione dhe të kuptonte informacione që nuk ishin normale për kohën e vet, sepse ne sot dim shumë gjëra sepse ai i ka zbuluar. Ai ka qenë në gjendje që ti përkthej në gjuhën e njeriut. Edhe artistët kanë të njëjtën gjë, çakrën e 6 edhe çakrën e 5, që është ajo e të shprehurit të gjës që ti e duke parë, shumë të hapur. Janë në gjendje që të shohin një emocion apo të shohin një
të shohin botën në një koncept komplet ndryshe, nga një nivel tjetër, që është niveli i çakrës së 6, që është niveli i syrit të tretë të hapur. A mund të stërvitet intuita dhe nëse po, si? Ka shumë mund të stërvitet edhe shumë thjesht, sepse ndonjëherë gjithë e bëjnë sikur është diçka shumë e vështirë për tu arritur. Nuk është shumë e vështirë për tu arritur. Disa nga ushtrimet kryesore që jepen në botën e meditimit apo në botën e jogës është që ti të ndjekësh çfarë do lloj intuite të vjen. Për shembull, ti je duke ecur me biçikletë dhe tërhiqesh nga një rrugë alternative që ti nuk e bën ndonjëherë, edhe pse mund të zgjasë për shembull rrugën për të ardhur në punë prej 5 minutash apo 6 minutash dhe ti je me vrap edhe duhet të arrish në kohë në punë. Nëse ti atë intuita, atë tërheqje e ndjek, do të thotë që je duke i dhënë përparësi intuitës tënde. Edhe do shohësh që diçka do ndodhi në atë rrugë, mund të mos ndodhi ndonjë gjë herën e parë, sepse intuitat e vogla janë ndoshta të pavlera në përditshmëri, por pastaj arrin momenti kur ti je në gjendje të kuptosh në duhet ta ndjekësh atë intuit apo jo, në ai informacion është i rëndësishëm për ty apo jo. Në këtë mënyrë je duke forcuar dhe duke hapur më shumë besimin në vetvete, besimin në intuitën tënde, edhe duke ndjekur atë rrugtim. Është një ushtrim tjetër që është një meditim me qiririn e ndezur, duke ndezur një qiri edhe duke fikur dritat në përgjithësi, përqendrohesh duke parë me sy ngjyrë flakën e qiririt, duhet jetë flak, nuk duhet jetë dritë artificiale, duhet jetë flak e gjallë, le të themi, qiri i ndezur. Duke u përqendruar në atë qiri, bën një meditim për introspeksion. Ai qiri është në gjendje që të hapi pjesën e çakrës së 6 edhe të tregoj një realitet pak më të imët se ai që je duke jetuar. Ka ushtrime të tjera plot për meditimin që mund të hapin çakrën e intuitës, çakrën e 6. Po duhet edhe pak më shumë ndoshta kohë për t'i shpjeguar. Cilat janë shenjat që na tregojnë që intuita jonë është duke na dhënë një sinjal, një mesazh? Janë ato gjërat e vogla, zakonisht, sidomos në fillim kur personi nuk i beson shumë intuitës së vet, janë pikërisht këto sinjalet e vogla që të tërheqin, që ndoshta nuk kanë një kuptim aty për ty, që je duke e parë atë sinjal, po ta ndjekësh do shohësh që do të çojë në një drejtim që ti nuk e kishe menduar ndonjëherë, apo në një drejtim më të mirë për ty. Siç thash në fillim atë rastin e biçikletës, po të shohësh një rrugë tjetër alternative, edhe ta ndjekësh atë rrugë, do të çojë në një takim që është pak më ndryshe, ose do të shpëtojë nga ndonjë gjë. Duke i ndjekur dal nga dal këto mesazhe që vijnë, edhe sa do të vogla të jenë, e shton më shumë njohjen e intuitës tënde. A ndikon stresi dhe ritmi jon i jetës në intuitën tonë? Është normale që kur je duke vrapuar, ke më pak kohë për t'i kushtuar vëmendje se çfarë je duke ndjer edhe se çfarë je duke parë apo se çfarë është duke të thirrur. Por edhe stresi nga ana tjetër të mbyt mendjen tënde dhe nuk i jep mundësi që të shohi realitetin e imët që është anëse përqerk teje. Unë do këshilloja që të paktën në momentet ku ndjehemi që jemi duke vrapuar shumë, të ndalojmë për 2 sekonda, të marrim frym thellë edhe të qetësohemi mjaftojnë 2 sekonda. Mjaftojnë 2 frymëmarrje të thella që ti të rikthehesh në një ekuilibër në mendje, ta boshatisësh sado pak mendjen dhe të jesh në gjendje që të shohësh zgjidhjen e një problemi me intuit dhe jo me mendje. Ajo ka ndodhur ndonjëherë që të merrni një sinjal intuitiv që më pas ka rezultuar i saktë?
shumë herë, shpesh herë, edhe në momentin që punoj me të tjerët, më vinë informacione që personi nuk është në gjendje të t'i thot me fjalë, sidomos kur punon me anën energjetike, po që me anë të intuitës jam në gjendje që të lidhem me atë informacion që ai nuk është në gjendje as ta kuptoj se si të ta shpjegoj një informacion të tillë. Sa më e qetë ndodh gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Sa më e qetë të jesh, aq më në gjendje je që të kuptosh se çfarë është duke ndodhur anës së përqark teje. Pse ndonjëherë ne marrim mesazhe që nuk i kuptojmë, sigur do na ndodhi diçka e keqe, pa pasur ndonjë provë konkrete, pa pasur ndonjë diçka të prekshme për ta ndjerë këtë frikë. Kjo është intuit? Mund të jetë frikë, mund të jetë intuit. Ne kemi një lloj intuite që është pjesë e mbijetesës sonë që na ndihmon që të largohemi nga gjërat e këqija që do na ndodhin apo që janë duke ardhur. Në një farë mënyrë trupi ynë energjetik e ka ndjerë një informacion, i ka marrë një informacion shumë të madh dhe është duke parë diçka që ti, mendja jote nuk është duke e parë. Edhe të jep një informacion që largohu nga ai vend, apo mos shko atje, apo bëhu gati, përgatitu, që diçka është duke ndodhur, diçka është duke ardhur. Nga ana tjetër mund të jetë edhe frikë nga gjërat e reja, sidomos kur përballemi me gjëra që ne nuk i njohim, një pjesë e qenies tonë na thot që unë këtë nuk di si ta përballoj. Kështu që rri aty ku je, sepse mos dil nga ajo zona jote e komfortit, sepse ti nuk di si ta përballosh atë gjën e re. Kjo është frikë e çakrës së parë dhe jo intuit e çakrës së gjashtë. A është e mundur që të ndjejmë energjinë e një personi që në takimin e parë? Po. Zakonisht ai mendimi i parë që vjen në tru, që gjëja e parë që ti mendon për një person është të paktën për një 80% e vërtet. Pastaj se sa i aftë është ai person që të mbuloj apo të tregoj të vërtetën e vet, se cili është në të vërtet, të bën që ti të ndrosh mendje apo të gënjehesh nga personi që ke përballë teje. Po takimi i parë, intuita e parë nuk të gënjen. Sa e rëndësishme është që ti besojmë intuitës për gjërat e rëndësishme që ne duhet të bëjmë në jetë? Duhet i pyesim intuitës apo jo në këtë rast? Duhet i pyesim intuitës. Na ndihmon që të bëjmë një zgjedhje më të mirë për ne, na ndihmojnë që të ndjekim atë fatin e mirë, atë karmën e mirë që ne kemi mbjell gjikundi më përpara, dhe që ndonjëherë ajo që na duket më e bukur, më shintillante, që shkëlqen më shumë, mund të mos jetë e vërtet. Kështu që kur është duke na thënë domethënë që që je përballë dy rrugëve dhe njëra nga këto shkëlqen më shumë dhe ti me intuit nuk do që ta ndjekësh, ndoshta duhet ta konsiderosh. A mendoni se intuita mund të ndihmojë të shmangim rreziqe ose situata të dëmshme? Po. Është pjesë e shqisave tona, si thash në fillim, edhe është ajo pjesë e rëndësishme që na ndihmon që të shohim rrezikun dhe të bukurën përpara se ta shohim shqisat tona fizike. Po ëndrat, a luajnë rol në intuit dhe mesazhet që marrim nga ata në mënyrë se si ne i interpretojmë, a mund të jenë faktike edhe në jetën tonë reale? Njeriu bën ose ëndërron në disa mënyra. Një pjesë e ëndrave është vetëm ripërpunimi i informacionit që ke jetuar gjatë ditës së mëparshme. Truri ripërpunon atë informacion të gjërave që i kanë ndodhur gjatë ditës së mëparshme.
Një pjesë tjetër e ëndrave janë dëshirat tona, apo se çfarë ti do të realizosh, që mund të mos jetë reale, që mund të mos jetë konkrete, po është një dëshirë e brendshme. Të shkosh në hën, ti mund të ëndërrosh që je duke shkuar në hën. Kjo është një dëshirë e brendshme që nuk është e thënë që të jetë e realizueshme. Është një cilësi ëndrash që zakonisht ndodh rreth orës 3:30-4 të mëngjesit, deri pa lindur dielli, në atë momentin përpara se të lindi dielli, ku energjia e eterit, kur energjia eterike është më e fortë, dhe të jep mundësinë që të hapësh çakrën e 6, që të hapet automatikisht çakra e 6, ato quhen ëndra të qarta apo lucide, që do të thotë që ti je i ndërgjegjshëm që je duke ëndërruar edhe në ëndër, por ti e ndjen sikur ti je zgjuar. Domethënë, ajo ëndër është aq e qartë dhe ti mban mend të gjitha ato imtësisht informacionet që të kanë ardhur, që të tregon se cila është një përgjigje, një pyetje që ti mund të kesh bërë, që ti mund të kesh pasur, zgjidhje një problemi që ti mund të kesh pasur, zgjidhje për një rrugtim që ti e duke marrë, apo siç thamë përpara, apo që se ti e përpara dy mundësive, mund të japi informacionin për të parë qartë se cila është ajo që do jetë më e mirë për ty. Këto ëndrat lucide janë pjesë e intuitës. A ka njerëz që kanë aftësi intuitive jashtë normales? Ka, po që se aktivizon çakrën e 6, janë në gjendje të ka njerëz që janë në gjendje të shohin edhe një të ardhme kohore, edhe një të kaluar kohore, të kalojnë përtej nivelit të fizicitetit të kësaj bote dhe të jenë në gjendje të lidhen me një memorie apo me një rrjet informacional që është jashtë asaj që ne jemi në gjendje të shohim për ditë. Sa i shtrirë në kohë mund tjetë? Pra, mund të shohim një të ardhme dhe një të kaluar që lidhet me të, me kohën që jetojmë, apo me shumë kohë më para dhe me shumë kohë që do të vinë? Në memorien e njeriut, në karmën tënde dhe timen, ka një memorie që në momentin e krijimit të këtij universi. Në memorien e tokës ka një memorie për të gjitha gjërat se çfarë ka ndodhur në këtë tokë. Dhe ka një drejtim se drejt ku është duke shkuar ti si person, për shembull nëse jemi duke folur për një person të vetëm, apo ne si popull, apo ne si tokë, apo si botë. Personat që janë në gjendje që të futen në këtë informacion nuk ka kohë. Do të thënë në atë nivel, në atë dimension nuk ekziston koha. Kështu që jemi në gjendje edhe të kemi një informacion, për shembull të shkojmë të shohim se çfarë mendonte, mua më pëlqen ai shembulli i Leonardo da Vinci-t. Të shkojmë të shohim se çfarë mendonte Leonardo da Vinci dhe të kemi një përgjigje nga ajo kohë, edhe nga shumë kohë më përpara, se Leonardo është vetëm para 500-600 vjetësh, kështu që edhe toka është jashtëzakonisht shumë më e vjetër se kaq. Siç jemi në gjendje edhe të kuptojmë, për shembull, drejt çfarë jemi duke karma e tokës, karma e personit, apo e shtetit, apo e një kombi, apo e një race, le të themi, drejt ku është duke shkuar. Kështu që jemi në gjendje edhe të parashikojmë informacione gjëra që do ndodhin përpara pas 50 vjetësh, 100 vjetësh, 200 vjetësh. Nuk ka kohë. Është sikur ti të shkosh në një vend, të hapësh një dritare dhe të thosh, kështu ka ndodhur. Në një kohë ku dominojnë teknologjia, jeta shumë e shpejtë, logjika e mekanike, nëse mund ta quajmë kështu, që serviret nga këto kompjutera, adopsohet intuita jonë në këtë lloj forme? Duke marrë gjërat gati? Po, dobësohet. Dobësohet sepse siç të bëra shembullin e fëmijës që
prindi i zgjidh të gjitha problemet dhe ai humbet përdorimin e intuitës së vet për të zgjidhur problemin apo për të mos rënë në një gabim. Në të njëjtën mënyrë njeriu bëhet më e lehtë për të kërkuar një diçka me anë të teknologjisë sesa të mendosh se si të zgjidhësh një problem. Kështu që duke mos e përdorur atë pjesë të intuitës, ne e mbyllim gjithmonë më shumë. Ne kemi filluar të humbim edhe disa veti të trurit apo të mendjes tonë. Unë nuk e di ti, po unë për shembull nuk i mbaj mend numrat e telefonit siç i mbaja mend para 15 vjetësh. Tani ke telefonin, i ka të gjithë numrat brenda, as nuk di ndonjëherë as numrin tim se kush është. Kështu që jemi duke përdorur teknologjinë, jemi duke përdorur mendjen edhe intuitën tonë gjithmonë më pak. Zonja Voglit, neve gjithmonë e mbyllim me një mesazh sa i takon intuitës. Çfarë stërvitjesh duhet bëjmë që të kemi një intuitë më të fortë? Të rish gjithmonë më shumë me veten tënde. Ti bësh pyetje vetes përpara se t'ia kërkosh një përgjigje dikujt tjetër që mund të jetë edhe ekspert në fushën që ti je duke kërkuar, po të fillosh të mendosh edhe të kërkosh me veten tënde dhe të njohësh sa më shumë veten tënde brenda. Të rish sa më shumë vetëm. Unë e di që ne jemi, unë them kafsh brankoje, domethënë familje e madhe, ne jetojmë në grup, por ai të qenit vetëm, të ndenjurit vetëm, të meditosh, të kesh kohë për veten tënde, të ndihmon që ti të zhvillosh më shumë intuitën. Para se ta mbyllim, kemi marrë shumë pyetje që lidhen me një deklaratë që ne e dham, ose një mesazh që ne e dham në podcastin e parë që kemi bërë bashkë, dhe ju thatë që të kemi shumë kujdes kur marrim rroba të përdorura nga njerëz të ndryshëm për shkak edhe të energjisë që ata rroba mbajnë. Nëse ne marrim, si mund ta pastrojmë këto rroba, si mund ta heqim të energji negative? Ka disa lloj mënyrash për të bërë një pastrim të energjisë së rrobave. Një mënyrë e mirë dhe e thjeshtë është, ne e bëjmë akoma, apo ndoshta jashtë Shqipërisë nuk e di se sa bëhet, të thahen rrobat në erë dhe në diell, domethënë të lejohet drita e diellit dhe fuqia e erës që të bëj pastrimin energjetik të fibrës. Një mënyrë tjetër është larja apo futja në pak ujë me krip. Kripa është një nga ata element që është në gjendje të nxjerrë dhe të thithi energjinë nga çfarëdo lloj materiali, si nga rrobat, nga gurët, nga bizhuteritë. Është në gjendje domethënë që të pastrojë të gjitha llojet e materialeve. Një gjë tjetër është energjia e fortë e hënës së plotë, që është e mrekullueshme, duket si diçka shtrigash, le të themi, po nxjerrja në dritën e hënës së plotë tërheq dhe pastron energjinë negative nga çfarëdo lloj elementi ti e nxjerr në hënën e plotë. Zonja Vogli, faleminderit shumë që ishit me ne edhe në këtë hapësirë. Faleminderit juve. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.